Dua të dëshmoj për të lartësuar dhe madhëruar emrin e Zotit, të Zotit të gjallë dhe të vërtet që manifestohet në këtë vend. Herën e kaluar dëshmova për djalin tim Jonasin, që vua nga autizmi. Motër Maria Luisa na ka mësuar që kjo nuk është një sëmundje, por një frym që poseidon dikë. Djali im nuk mund të fliste dhe ishte agresiv, por unë kam parë se si Perëndia është shfaqur në jetën time dhe të Jonasit, se si e ka çliruar djalin tim. Ai tani flet dhe përsërit çdo gjë. Madje i këndon himnet e kishës më mirë se unë. Pa filluar mirë himni, ai nis të këndoj. Ndonjëherë unë vi nga puna dhe i më thot: "Mami, më jep një puthje." Zoti më foli pak ditë më parë me anë të frymës së shenjtë, më tha: "Shoh lumturinë tënde kur unë të çliroj birin tënd, por ende nuk kam mbaruar." Dhe unë i them: "Po Perëndi, e di që s'ka mbaruar ende vepra jote. E di se do shoh ende fuqinë tënde në jetën e birit tim, të familjes time dhe timen, sepse edhe mua Perëndia më ka çliruar shumë. Kam parë dorën e tij të plotfuqishme shumë herë dhe këtë e dëshmoj për të madhëruar dhe lartësuar emrin e Zotit." Unë dëshmoj për të përlëvduar dhe për të lartësuar emrin e Perëndisë. Afërsisht një vit më parë dëgjova një profeci në të cilën më thoshte Zoti se do të kisha probleme shëndetësore, por të mos shqetësohesha sepse do të shërohesha. Dhe ndodhi që në muajin qershor të vitit të kaluar, pësova një aksident, pata një frakturë në shtyllën kurrizore në 4 pjesë. Atëherë ju drejtova mjekëve, ku rezultatet e analizave dhe vlerësimet e mjekëve nuk ishin shumë pozitive. Ata aty më dhanë lajmin se do të ishte e pamundur, që nuk do mund të ecja për të paktën një vit. Kështu që ju nënshtrova një operacioni dhe surpriza ishte se 15 ditë pas operacionit hodha hapat e mi të parë dhe pak e nga pak sot eci si normalisht. Dhe këtë e dëshmoj për të përlëvduar emrin e Perëndisë.